Përshëndetje nga studio e Radio Prishtinës 89.8 FM. Ky është emisioni Alert i ditës sotme. Jemi në këtë puntat të radhës, në këtë program të radhës do të flasim për gjithë situatën në Kosovë mbas thirrjeve për të bojkotuar marketet, konkretisht sot me datën 10 shkurt 2025. Kjo nisë në Kosovë është në vazhden e atyre që u ndërmorën në Kroaci, në Maqedoninë e Veriut, në disa shtete tjera të Ballkanit, dhe nisëm kjo e ndërmarrë edhe në Shqipëri për të bojkotuar marketet me 16 shkurt pra 2025. Për shkak të rritjes së çmimeve në rajon, ndoshta her pas here pa justifikuara, të parsyetuara, sepse këto çmime janë kaq larta, sigurisht pati një revoltë e nisur në Kroaci fillimisht, e pasuar më pas edhe në Kosovë. Doja t'ju të falenderoj gjithë ata që na ndjekin në rrjetet sociale, në fakt në Facebook të Gazetës Zëri, Facebook të Radio Prishtinës dhe Facebook të Qendrës Alert. Sot Kosova në fakt është gdhirë një ditë pas zgjedhjeve gjithë në ankthin e rezultatit final para votës diasporës, para numrimit votave diasporës, po të rezultateve të votave të hedhura në kutitë e votimit në Prishtinë. Është zgjuar ndryshe Kosova edhe me bojkotin e marketeve. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur konkretisht, dhe për këtë do të na flas zoti Redon Kuçi, është aktivist dhe bashkëorganizator i nismës e lvizjes bojkoto marketet, pra konkretisht me sot me 10 shkurt. Pra kam në linjë Skype zotin Redon Kuçi, student dhe aktivist bashkëorganizator i kësaj lvizje. Zoti Kuçi, përshëndetje. Përshëndetje Granit, faleminderit për ftesën. Uroj të jeni mirë dhe faleminderit për kohën që gjetet për të bashkuar me ne në program në emisionin e sotëm. Faleminderit dhe kolegut tuaj para disa ditësh që ka qenë në emisionin tim Alert në Shqipëri. Atëherë, po e nis nga situata aktuale, në fakt se si është sot në Kosovë, çfarë po ndodh me marketet? Po sot kemi pa një vullnet të madh për qytetarëve në rrjetet sociale për këtë nisëm të bojkoteve të marketeve. Pra pritet që jetë situata se a ka ndonjë ndryshim dhe do të vazhdojmë aktivitetet varësisht prej rezultateve. Më falë se nuk e dëgjova regjia, nëse më ndihmon me audion në studio. Kam një problem me audio në studio dhe nuk e dëgjoj. Okej, atëherë duhet vë kufjet, më thot regjia, kështu që nuk kam zgjidhje tjetër në rregull. Është çështje teknike dhe gjërat kur ndodhin live, ndodh edhe kjo situatë. Zoti Kuçi, edhe një herë të lutem. Po dëgjoj? Po shumë mirë. Po pra sot kemi pa në rrjetet sociale një vullnet të qytetarëve për të ndjekur bojkotin. Dhe po presim pra të shohim se çfarë rezultate do të sjellë, dhe varësisht për kësaj do të njoftojmë për datat e tjera të bojkotit. Po në atë çfarë keni mundur të bëni ju si grup iniciator i kësaj nisme, i kësaj thirrje? A keni shpërndar sot njerëz ju në terren konkretisht? Sa keni pasur mundësi, kuptohet, për të parë nëse janë bojkotuar vërtet marketet apo ka pasur pjesëmarrje të ulët krahasuar me atë çfarë mund shikohet ditët tjera normale? Nuk kemi shpërndar njerëz, po ka njerëz në mënyrë vullnetare që vetëm po dalin apo tregojnë se sa është dalja nëpër markete. Përndryshe, jemi një grup i vogël i organizatorëve dhe nuk kemi shumë shumë burime për të organizuar këto lloj aktivitetesh në rrugë. Jemi një grup i vogël, cilët kemi po ashtu dhe punët tona të përditshme, po që po mundohemi pak ta shtym në një drejtim këtë lloj organizate të bojkoteve. Qartë, po gjatë këtyre ditëve, para ditës sotme dhe para të djeshmes, në fakt që ka qenë pikërisht dita e votimeve, ka pasur ndonjë farë reagimi të rrjeteve të zinxhirit marketeve,
qoftë ndaj jush, ndaj nismës tuaj, pse jo ndoshta edhe kërcënime apo shantazhe, ose edhe ide për të ulur çmimet me idenë që me qëllimin që qytetarët në këtë ditë të mos bojkotojnë, pra çmimet të ulen më përpara, nëse ka pasur. Për fat mirë, kërcënime shantazhe deri tash nuk kemi. Sa për të punën zbritjeve, sot ka plot supermarkete zinxhir që kanë lajmëruar oferta të ndryshme për pikërisht ditën e sotme. Disa ka edhe që kanë lajmëruar për disa ditë me radhë që preka ditën e sotme. Besoj që mund të jetë një kundërpërgjigje ndaj kësaj nisme, por sidoqoftë ne kemi vazhduar thirrjet për kundër këtyre ofertave që mos ta mbajmë vijën, domethënë. Mos të dorëzohemi, të bojkotojmë derisa të arrijmë qëllimin tonë. Qartë, po, a mendoni se kjo ulja e çmimeve me oferta është e përkohshme sepse është një produkt sot në ofertë, po nesër apo pas nesër apo mbas një jave mund të mos gjendet më në ofertë dhe të shkojnë prapë tek çmimi më parshëm që ishte para 2-3 ditësh apo një jave, themi. Po, gjithë këto janë vetëm oferta të përkohshme që i kemi pa. Nuk besoj që ka oferta afatgjatë. Ka disa supermarkete zinxhir që nuk po ja përmend emrin, po kanë bërë oferta që ne të parë duken marramendse, por realisht ai supermarket zinxhir vetëm i ka pas çmime më të larta dhe tani ofron oferta 10% zbritje që ta jep një farë iluzioni që ke çmime më të përballueshme për konsumatorët, por po, nuk është ulja e përhershme një çmimi pra deri në një situatë tjetër sigurisht ekonomike, por është vetëm e përkohshme si për Black Friday që zgjat një javë apo dhe nuk po ndoshta është kjo një kleshk, ndërkohë më fal, do të t'ju bëja thirrje gjithë atyre që na dëgjojnë, qoftë nga radio, qoftë nga rrjetet sociale, pra e përsëris në Facebook Gazeta Zërin, Facebook Radio Prishtina dhe në Facebook Qendra Alert, që nëse kanë diçka qoftë për shkruar një tekst, një foto, video e diçka tjetër e ngjashme me këtë që tregon ose marketet bosh ditës sotme, ose ofertat për cilat po flasim, ose ulje çmimi të një produkti që mund të qenë më shtret para pak ditësh, mund të na dërgojnë në numrin 049 749 066 049 749 066 gjatë zhvillimit të kësaj bisede me zotin Kuçi. Falni. Zoti Kuçi, sa veta si nisi kjo nismë në Kosovë? Sa veta ishit fillimisht edhe sa u bot sot? Grupi juaj Facebookut funksionon mirë në fakt? Po, në grupin e Facebookut kemi diku 6.500 antarë për momentin, në të cilin e kanë shpërndar dhe grupet e tjera që kanë mira antarë më shumë. Sa për grupin organizativ, grupin punues të kësaj nisme, kanë filluar këtë 2 iniciatorë në fillim. Njëri me dizajnin e tij që ka postuar në rrjet sociale Reddit, e tjetri i cili u bashkangjit, por kjo nismë ka qenë rezultat natyral i këtyre rrethonave që po i shohim, se realisht fillojnë në shtete tjera. Në Mosne ka pas me fillu një qytetar tjetër një ditë më vonë. Unë personalisht i kam bashku disa ditë pas nismës me disa ide, edhe kemi takime të rregullta me grupin, qoftë online, qoftë fizikisht, në të cilin diskutojmë hapa të ardhshëm që do t'i marrim. Ka disa hapa që mund të publikohen sot apo shumë shpejt ende? Është shumë shpejt për momentin, jemi disa data duke i diskutuar për bojkotet të ardhshme, besoj që do t'i vendosëm për publikun të na japin ndonjë ide se për kur mendojnë se është domethënë data më e mirë. Po për momentin nuk do të shfaqja të gjitha letrat. Qartë. Për gjithë ata që na ndjekin dhe ndoshta nuk e kanë informacionin e bollshëm, sepse informacion tashmë për këtë thirrje, për këtë lëvizje ka, gjatë bojkotit në Kroaci, xhiroja
pra të hyrat në rrjetet e supermarketeve kanë arritur shifrën më pak se sa ditët më tjera, ka qenë minus 80 milion euro në Kroaci, pra xhiro e rrjeteve të supermarketeve, ndërsa reagimi ka qenë i rrjetit për të ulur çmimet një ditë më mbrapa ose në ditët më mbrapa, dhe për shembull rrjeti i marketeve Konzum ka njoftuar për rritje për ulje çmime me 10%, por ka produkte që shkojnë edhe deri në 30% ulje çmime, ndërsa në Maqedoninë e Veriut 1.83 milion euro ishte rënja e xhiros ditore të rrjeteve të supermarketeve në këtë shtet, pra për shkak të revoltës së thirrjes, reagimit qytetar pro kësaj nisme, ndërkohë ndryshe në fakt nga ç'ndodh në Kosovë fatkesisht dhe nga ç'ndodh në Shqipëri, lëvizjes ju bashkuan me deklarata politike kryesisht edhe institucionet publike apo ministra të ndryshëm në Maqedoninë e Veriut, të cilët e përkrahen si nismë dhe si iniciativë qytetare në formë revolte ndaj abuzimit të rrjeteve të supermarketeve në shtetin e tyre, pra në Maqedoninë e Veriut. E njëjta gjë do doja të ndodhte edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, por shohim që institucionet tona publike nuk e kanë në vëmendje këtë pjesë, megjithëse ato kanë gjithë instrumentat e duhura për të mbajtur çmimet nën kontroll me idenë e mos abuzimit me to. Megjithëse jemi në ekonomi të lirë, megjithëse gjithçka shkon kërkesë ofertë, por kur oferta është e njëjtë thuajsa nga gjitha dhe kërkesa nuk është se do shkoj diku tjetër, po pikërisht drejt rrjeteve të supermarketeve. Redon, ti nga je vet? Unë jam nga Suhareka në Kosovë. Dhe jeton në Suharek? Jetoj në Suharek, për momentin banoj në Prishtinë. Pikërisht sepse më thatë që jeni student, por nëse e krahasoni me 6 muaj para apo një vit para, a e ndjeni edhe ju si qytetar rritjen e çmimeve? Po, ndjehet dukshëm. Nuk e di gjatë këtyre ditëve, po nga institucionet publike ka pasur ndonjë iniciativë në Kosovë, megjithëse ka qenë kulmi i fushatës, sepse në fakt në Prishtinë, në Kosovë nuk ka heshtje zgjedhore dhe shtunë një ditë para zgjedhjeve, para votimeve punohet në fushatë. Jo, fatkeqësisht nuk kemi pas vëmendje për institucioneve publike, shpresoj që kjo do të ndryshojë sa më shpejt, ndoshta arsye edhe zgjedhjet fushata e të tjerë, por shpresoj që ndryshon, kemi nevojë për sa më shumë mbështetje, kemi nevojë për platformë të përhapet fjala sa më shumë, bojkoti funksionon, edhe pra kjo është, kemi nevojë për mbështetje për. Në iniciativën tuaj është bërë thirrje vetëm për bojkotin ndaj supermarketeve, të rrjeteve zinxhir. Ndërkohë këtu nuk janë përfshirë marketet e vogla në zona të ndryshme, në qytete të ndryshme, ato individuale që janë funksionojnë si biznes i vogël, biznes familjare të tjera. Jo, ato nuk i kemi përfshirë. Duke pas parasysh ato e kanë vetëm se e kanë vështirë të kenë në konkurrencë me këto supermarketet të mëdha zinxhir. Sidoqoftë kjo nismë na ka tregu, ka shumë qytetarë në fakt që postojnë në Facebook disa shembuj të çmimeve në markete zinxhir. Një produkt e krahasoi një qytetar në 2 markete ishte në njërin 4 euro 9 cent, tjetrin 3 euro 89 cent, dhe në një market të lagjës të vogël 2 euro e 89 cent. Kjo besoj na tregon gjithatë që dobi me ditë për marzhat e fitimit që po i mbajnë këto supermarketet të mëdha në korrizë të qytetarëve. E kuptoj. Sigurisht kjo tregon një shkallë të lartë abuzimi, sepse në logjik biznesi, dyqanet e vogla, marketet e vogla të lagjeve, gjithmonë duhet të kenë të paktën kur nuk ka abuzim me çmimet. Flasim kur ka një marzh fitimi të arsyeshëm, më të larta se sa rrjetet e supermarketeve, për shkak se rrjetet e supermarketeve bëjnë kontrata të mëdha me prodhues, me tregtar,
furnizohen me sasi të mëdha produktit në të njëjtën kohë dhe në këtë logjikë ekonomike ata marrin çmime më të mira në ofertë sesa rrjetet e vogla të marketeve, dyqanet e vogla, që ndodhen në lagje të ndryshme të qyteteve apo fshatrave të Kosovës. Kështu që nëse një dyqan i vogël market lagje ka çmim më të ulët sesa rrjeti i supermarketit, sigurisht abuzimi është i madh në këtë rast. Sepse ai i vogli fiton diçka dhe prap ka çmim më të ulët, gati 40% më të ulët më thatë ju. Po, pikërisht. Marketet e vogla në logjik të këtë sistemi që po funksionojmë ne, do të duhet ta kishin çmimin të barabartë në mos më të madh se të supermarketet zinxhir, po siç përshihet në shumë raste po ndodhet e kundërta. Qartë. Aktualisht ju tha që jeni 6500 personat e grupin në Facebook. Po. Kosova bojkoton, në mos gaboj, Kosova bojkoton marketet. Po. Por sa prej këtyre keni menduar ose tentuar për ditën e sotme që ti angazhoni për të parë realisht se çfarë ndodh në rrjetet e marketeve? Ka një komunikim mes jush për këtë, qoftë edhe në privat chat, jo në grup ose edhe në grup fundja? Kemi një grup Messenger ku inkurajohen qytetarët të raportojnë se sa ka lëvizje, por nuk të tregoj drejtën, nuk kemi prit shumë vetëm prej një dite bojkotim, sepse besoj që edhe supermarketet zinxhir do të ndaleshin të shikojnë se çka po ndodh më tutje, dhe presim të vazhdojmë aksionet tona. Ja, sigurisht kjo është në formë simbolike në fakt, për t'ju treguar marketeve që prit se këtu ka njerëz të cilët dinë të reagojnë ndaj abuzimit tuaj. Edhe ndoshta më rëndësishme është që edhe institucionet publike të mendohen mirë ata që janë në pushtet me votën tuaj, qytetarëve të Kosovës, pra kushdo tjetër nuk ka lidhje me emërtimet në këtë rast. Pra në pushtet janë ato karrige me votat e qytetarëve, me shumicën e votave, dhe duhet mbajnë ata përgjegjësi për qytetarët. Sepse e ritheksoj, kanë gjithë instrumentat e duhura për të mbajtur çmimet nën kontroll. Nëse ju kujtohet por për gjithë ata që na ndjekin një pjesë e madhe, besoj duhet ta dinë, në kohën e pandemisë Maqedonia e Veriut ngriu me 3 muaj për një periudhë 3 mujore çmimet. Pra pavarësisht gjithë situatave të mundshme, pavarësisht rritjeve globale të çmimeve, të cilat janë rritur sigurisht edhe pas pandemisë dhe më pas me konfliktin armatosur në Ukrainë, në lindje pra të Evropës, patjen rritje çmimesh, Maqedonia e mori këtë vendim me idenë që në fundit rrjetet e supermarketeve ose gjithë marketet të mund të punojnë një periudhë kohë qoftë edhe pa fituar, por mbi gjitha në radhë parë në vëmendjen e qeverisë është populli. Kjo ndoshta duhet ndodhë edhe në Kosovë apo edhe në Shqipëri. Po besoj se do ishte një ide e mirë, sepse e kemi parë këtë termin inflacion që po përdoret për të arritur marzët e fitimit në një mënyrë shumë spekulative, duke e lënë fajin për inflacionit. Edhe pse ra inflacionin ne kemi parë vetëm rritjet e çmimeve në vazhdim, nuk kemi pas ndonjë farë zbritje të. Qartë. Madje në Shqipëri që ka rënë euro krahasuar me lekun, sepse ju punoni në Kosovë me euro, kështu që kjo nuk ndihet pjesa e kursit këmbimit. Në Shqipëri duhet kishte rënë edhe për këtë shkak, po sigurisht nuk pati edhe ne si organizat, pra Qendra Alert, që është një organizatë për mbrojtjen e konsumatorëve, e morëm këtë nismë dhe konkretisht e ritheksoj, e bëj këtë thirrje për datën 16 shkurt, është ditë e diel, e njëherë do t'ju bëja thirrje edhe qytetarëve të Kosovës, shqiptarëve të Kosovës, që kur vinë në Shqipëri atë ditë mos blejnë në markete. Qoftë edhe një shishe ujë për fëmijët e tyre, kanë ku ta blenë plot edhe nuk do ta ndjejnë mungesën. E bëj të thirrje sepse janë të shumtë ata shqiptarë të Kosovës që kalojnë weekendet e tyre në Shqipëri. Po, ju uroj fat edhe juve në këtë nismë. Faleminderit shumë. Do të shkputemi për një hapësirë shumë shkurtër publicitare e do të kthehemi sërish bashkë në bisedë edhe për ndonjë detaj të mundshëm që mund mos e kemi cekur më përpara. Jemi kthyer sërish në Alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për çmimet e produkteve ushqimore në Kosovë dhe
kryesisht ose veçanërisht për bojkotin e ditës së sotme në këtë shtet, pra se do të thënë në këtë qytet në Prishtinë, por ky është bojkot në mbar Kosovën. Në fakt, në publicitet Redon, më dëgjon besoj? Po. Po shikoja faqen tuaj, grupin tuaj dhe shoh që dikush ka postuar një foto të një marketi që thot ja pse ne nuk mbytemi nga çmimet e larta, po mbytemi nga çmimet e larta sepse në vend të kemi bojkot këto zonjat apo zonjushat, sepse janë disa femra që futen aty, futen në market. Po, kam pa. Besoj çdo kush mund të ketë parë sot qytetar të Kosovës duke hyrë në markete, ndërsa dikush tjetër publikon fotot që e këtyre ofertave. Megjithëse kjo ka qenë para 4 ditësh në fakt, Gjoja ka një ofertë, është 1.83 euro një produkt me atë letrën e kuqe sikur është në ofertë, ndërsa kur ngre letrën dhe shihet ajo etiketa e bardhë që është standard në raftet e marketave është po 1.83 euro në disa raste, pra nuk ka ndryshim. Nuk ka ndryshim. Po ka raste të shumë pasi kjo ku besoj që inspektorët e marketeve do të bëjnë punën e vetë në kësë rastesh. Sa për të puna e marketeve që janë pa të zonjat, sot në përgjithë Kosovën do të shohim shumë persona në për marketit që ndoshta as nuk e kanë idenë e bojkotit. Puna jonë është ta shpërndajmë lajmin sa më shumë dhe jo të linçojmë pra publikisht këta qytetarë që nuk janë ndoshta edhe në dijeni të kësaj nisme. Qartë, por si do të merret vesh, si do të kuptohet nëse rrjetet e marketeve kanë pasur sot më pak xhiro, pra xhirim parash se sa dje apo pardje apo në gjatë javës, mesatare ditore. Në Kosovë është vështirë të bëhet kjo, sepse nuk kemi mekanizmat e duhur që të bëhen këto matjet, por varemi nga vullnetarët qytetarë që të na tregojnë se sa kanë parë për shembull çekollim për këto supermarkete zinxhir. Qartë. Gjithsesi si grup që iniciator pra që keni marrë këtë nismë, këtë iniciativë, mund t'i kërkoni Agjencisë të Tatimeve të Kosovës, ATK-s, që t'ju vënë në dispozicion, besoj sistemet e fiskalizimit funksionojnë në Kosovë, që ata mund të kenë shitjet e ditës hon, pra ditës sotme, por edhe djeshme apo ditës shtunë, dhe këtu mund të bëhet pastaj një krahasim se sa ka qenë xhiroja, sepse presupozohet që gjithë punojnë në sistem, lëshojnë ato faturat, kuponat fiskal, siç quhen në Kosovë, në sistem dhe ato gjenerohen në ATK-n, pra në ATK në Kosovë. Mund ta ndërmerrni një nismë të tillë. Po jemi duke shikuar të gjitha mundësitë. Dikush po të komentet te grupi juaj shkruante që kjo nismë duhet ishte të paktën deri në fund të muajit. Sigurisht kjo është pak e gjatë sepse njerëzit do blenë edhe për nevojat e tyre, por a do të ketë më pas thirrje nëse s'ka reagim të rrjeteve, të supermarketeve dhe të institucioneve shtetërore që bojkoti të jetë disi më i gjatë? Jemi duke shqyrtu të gjitha mundësi, qoftë në një bojkot më të gjatë, qoftë bojkote të rregullta, për shembull çdo javore, siç ndodh në krahasinë për vikende. Po jemi në diskutime, sot besoj që do t'i marrim disa vendime, kemi një takim me grupin dhe të gjitha mundësitë nuk e kemi eliminuar, domethënë asnjë mundësi të vazhdimit të këtyre aktiviteteve. Kroacia e vazhdon bojkotin çdo fundjavë? Po, me sa di unë, edhe këtë të shtunë ka pas bojkot, pa po presin rezultate edhe më të mira se këto që i kanë marrë. Qartë. Redon një thirrje në fund për gjithë qytetarët e Kosovës që mund të jenë duke na ndjekur tani. Po, i ftoj gjithë qytetarët pra që ta shpërndajnë lajmin, të hynë për grupën e për rrjetet sociale ku po mobilizohemi të gjithë, sepse besoj që mund ta bëjmë një ndryshim edhe vetë, edhe të vazhdojmë pra. Mos ndalemi pa arritur këtë qëllimin tonë që kemi
të mos ketë marzat e fitimit pra spekulative nga këto supermarketet të mëdha zinxhir. Qartë. Redon, unë të falenderoj për kohën. Faleminderit juve për ftesën e platformën. Ishte kënaqësi, ishte në linjë Skype Redon Kuçi, është student, aktivist dhe bashkëorganizator i iniciativës Bojkoto Marketet. Trajtuam në këtë program pra situatën në Kosovë me bojkotin e marketeve, një bojkot i nisur pra i thirrur prej disa ditësh, më shumë se një javë, për të bojkotuar marketet për shkak të çmimeve të larta, të cilat janë abuzive, siç pretendojnë organizatorët, ndërkohë çmimet e Kosovës në fakt janë më të lira se sa çmimet në Shqipëri. Megjithatë, ka një reagim sepse qytetarët pretendojnë, pra qytetarët e Kosovës pretendojnë që po abuzohet në kurrizat e tyre, në ekonominë e familjeve të tyre. Ndaj, aq sa janë marketet hapur sot, bojkotojeni, askush nuk mbetet pa ushqim në shtëpi nëse bojkotohen një ditë. E njëjta thirrje vlen edhe për Shqipërinë për datën 16 shkurt, një thirrje organizuar nga Qendra Alert, pra një nismë e tillë për të bojkotuar marketet. Marketet e rrjeteve zinxhir, madje në Shqipëri kemi kërkuar që të bojkotohen edhe tregjet e hapura, ato të fruta perimeve ose pemë dhe perime, ndryshe sepse në gjithë zinxhirin e furnizimit, ai që fiton më pak është prodhuesi apo importuesi në disa raste, por bara kryesore shkon mbi konsumatorin. Ne në Shqipëri kemi një tatim mbi vlerën e shtuar të VSH 20% edhe për produktet ushqimore, Kosova e ka vetëm 8%. Megjithatë, vazhdoni të bojkotoni marketet ose gjithçka tjetër që cenon familjen tuaj ekonomikisht, me të cilën abuzohet mbi ju. Ky është fundi i programit Alert për ditën e sotme. Unë uroj që kjo nismë të vazhdoj edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në shtete tjera, ose siç po vazhdon në Kroaci pra çdo fundjavë në bojkot marketeve deri në shkuarjen e çmimeve aty ku duhet, me një marzh fitimi, normë fitimi aq sa është e pranuar kryesisht për produktet e shportës ose produktet ushqimore, po pa lënë bazdore këtu edhe higjienën e tjera. Do të dëgjohemi të hënën e ardhshme në ditën e pavarësisë së Kosovës. Deri atëherë, mirupafshim.